mitësi. Dhe në atë kohë ne po bënim një liberalizim, po themi, të pavarësisë së grupit filmit nga drejtoria e përgjithshme, pra kur ikte me shërbim, edhe ishim një grup që punuam unë, Anagnosi që më vonë u bë ministër dhe Vladimir Priftin me cilin unë më vonë u mora gjatë për artimin e ligjit të kinematografisë në kushtet e ekonomisë tregut. Nuk ke ndryshuar shumë këto 88. Ç'do doshëm plakur normal. Shkem një foto tjetër dhe këtu qëndrojmë në të njëjtin tonalitet. Këtu jemi në duhet jemi në Kuçov, diku afër shtëpisë tonë. Kanë qenë ca vila italianësh të bërë që jetonin inxhinierët teknikët italianë në Kodër. Dhe duhet jem 2 vjeç. Mendon që kanë patur këta një histori dashurie apo ka qenë një martesë si më thënë solide, po jo domosdoshmërisht? Kur u kthye i madh nga Rumania, u emrua atje siç ndodhte në Shkodër që normal që ishte një moshën që do fejoj do martoje, afruan ti me më dhe ti me më kështë marru pedagogjike në atë kohë ishte zysh, po filloj punë bank që në atë kohë ngeli bankere gjithë jetë. Duket nga veshja ky i ardhur nga Rumania. Nga Rumania. Shkëm një foto tjetër, Titi. Mua gjithmonë më bën përshtypje në këto vite të krijon një përshtypje Shqipëri. Këta brezi i momentit mendon që Shqipëria nuk ka ekzistuar përpara kohës internetit. Jo. Po në fakt ajo ka ekzistuar, njerëzit kanë qenë të rinj, kanë qenë modern, kanë qenë brenda. Ky është një nga shokët e mi më të ngushtë jetës, jemi që 14 vjeç bashkë me 2 tjerë, quhet Lazarin Mazareku, jemi që nga viti parë gjimnas, edhe sot e kësaj dite, unë takoj minimalisht 3 herë në javë me të. Edhe kur isha në punë i ngarkuar, e takoja të paktën një herë në ca ditë. Ka ndryshuar komunikimi juaj nga kjo ditë? Do të thosha një gjë që do hutohesh. Jemi 5 njëri prej nesh jeton në Amerikë, shqyqyr zoti për 5 shokëve të ngushtë, jemi të gjallë gjithë. Dhe nuk besoj njeri që nuk kemi shkëmby një replik në jetën tonë. Një replik të vetme. 55 vjet. 55 vjet. Ka qenë jemi tipa krejt të ndryshëm. Ka patur momente problematike si miqësi. Ka pas momente edhe shumë të vështira, por asnjëherë nuk e kemi reflektuar te njëri tjetri. Shkojmë një foto tjetër. Në fakt nuk ka pasur asnjë rast që ti nuk e ke vlerësuar jashtëzakonisht shumë Lazarinin, ai duhet ta di këtë. Po këtë po dëshmoj unë, domethënë në bisedat tona. Çfarë ndodh këtu? Këtu është kur jemi fejuar me ti me shoqe. Ti ke fatin që e një vetë, kështu që... Unë e një vetë dhe kemi një foto në pjesën, relativisht pjesën e dytë, të tretë të jetës së saj. Shiko, ka qenë kjo një, si me thënë... Kjo ka qenë personi, përveç familjes, edhe disa personave në Kino Studio që kanë ndikuar shumë në jetën time, që më ka bërë të mundur që unë të bëj karrierën. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme në botë. Ka qenë njëkohësisht e zonja shumë si puna ime, po themi për punë, por kuptoj që ndoshta dikush duhet sakrifikonte që unë të bëja karrierë më aktive. Ishte dhe institucioni në fakt, sepse ajo e mbroi ekonomiste në tregti. Tani që e shoh zonjën Beci, ka një grimas të Lorit në një sens, edhe pse ajo i ngjan babait, po ka edhe... Ka marrë. Si është puna e inxhinierisë gjenetike, është e çuditshme. Ka marrë të 2 fëmijët, kanë marrë nga të 2. Shkojmë një foto tjetër, sepse kam një pyetje, pak më vonë vjen ajo foto. Jo, do ta mbyllim me ato foto dhe do qëndrojmë titrin e bashkë, sepse kam dhe një pyetje padyshim të rëndësishme në raport me atë që ti përfaqëson sot. Tani këtu jeni ju brenda ambientit të kinostudios apo të teatrit? Jo, ky është në borin e kinostudios. Ajo që shifni që është ngjitur me Piron edhe zonjën Tinka, është Ani Girardot, një nga aktorët më të famshëm franceze. Ajo ka ardhur mrapa, në mos gabojmë, është Monda Bulku. Kurse këtu është Evelina që ka qenë atashe kulturor i Francës në periudhën e parë të demokracisë në Shqipëri. Ajo ka ardhur sepse në këtë kohë ishin në Shqipëri Liri Begeja,
Dhe producenti Liri Beges ishte e shoqja e Kosta Gavrësit, me cilin dhe kam foto unë goxha, dhe e kështë pru thjesht për kuriozitet, as kishte rol, e kështë pru për kuriozitet Shqipëri, se ishin miq të ngushtë, dhe unë e kisha dëgjuar, Kino Studio ka pas më shumë kulturë frënge se sa anglosaksone, dhe se ka pas shumë që studionin frëngjisht, dhe ka qenë një revistë si quhej Cahiers du Cinéma, që ishte abonuar Kino Studio, që vinte dhe ndikimi që edhe te brezat tonë, e kupto, që paka shumë përveç kinematografisë italiane që e njihshim mirë, njihshim edhe DC